Viti 2025 u karakterizuar me rritje të vazhdueshme të çmimeve të konsumit në Kosovë, duke ndikuar drejt për drejt në uljen e fuqisë blerëse të qytetarëve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni vjetor arriti në 3.9%. Nëntori dhe dhjetori rezultuan si më të shtrenjtët e vitit. Vetëm në dhjetor çmimet të konsumit ishin mesatarisht 5.3% më të larta se sa në dhjetorin e vitit 2024. Rritja e indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit në Kosovë është nxitur kryesisht nga shtrenjtimi i disa produkteve bazë dhe shërbimeve. Rritjen më të madhe kanë shënuar fruta perimet me 19%, energjia elektrike me 18.3%, shërbimet që lidhen me pajisjet personale të transportit me 18.1%, mirëmbajtja dhe riparimi i tyre me 14.7%. Gjithashtu rritje të ndjeshme të çmimeve janë regjistruar te pushimet e organizuara, lëndët djegëse të ngurta si druri i zjarit dhe peleti, kafja, çaji dhe kakao, si dhe produktet e qumshtit, djathit dhe vezët. Por gjatë vitit të kaluar është regjistruar rënje e çmimeve të karburantet. Për vitin 2026, Banka Qendrore e Kosovës parashikon një normë inflacioni prej 3.4%. Parashikim të ngjashëm ka edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili vlerëson se inflacioni në Kosovë gjatë këtij viti do të jetë rreth 3.5%. FMN thekson se çmimet e ushqimit dhe energjisë vazhdojnë të jenë faktorët kryesorë që shtyjnë inflacionin në vendet e Europës qendrore, lindore dhe juglindore. FMN parashikon që ekonomia e Kosovës të rritet me 3.9% gjatë vitit 2026.